Sa po isha dalë prej Bigut Kosovës dhe merr ftesa për Big Brother Albania. Kur mendova se gjithçka përfundoi, aty gjithçka ja nisi, filloi. E kom pas ëndër gjithë që me kon Big Brother Albania. Kur jam hi këtu, e kom pas që shumë vështirë me gjetë një vend këtu te banorët. Nuk më kuptojshin me gjestet e mia ose si njeri që jam unë. Më kanë ofendu, më kanë bollëzu, më kanë thonë gjithçka. Edhe unë isha pak anash prej tjerëve. Jam kon keq emocionalisht. Banorët tjerë mendojshin që unë jam i favorizuar, që kom marrë për një bigu tjetër. Mendova që i kom harxhu këtë fishekt e mi, mo nuk më kamet kur gjo, është e kundërta se që atëherë filloi gjithçka. Egli për mu ka një surprizë këtu mrena. Nuk e kom menu që muna me pas një lidhje ose me kriju romanca me dikon. E munu gjithë me kon i drejt, s'kom dash kur me lut me ndjenjat sajna. U kon njeri më i besueshëm për mu në Big Brother. Edhe e kom dje mjash prej shumë sene. Në moment vështirë kur e kom kalu, u kon që këtë banorët më theshin a e dën, jo ti se dën, jo a e dën. Nuk ka pas moment më të vështirë për mu, më përgjigj kësaj pyetje, se as vetë nuk e kisha një përgjigje. E dua të vajzë, e vlerësoj, po kisha dash me thonë që kom pas edhe shumë vështirësi mrena. E kujtoj momentin kur jam gjujt prej muri, prej ngarkesës të madhe që kom pas. Në ato momente kom thonë që nashta mo nuk muna më kthym Big Brother, mendova që është fundi e rrugtimit tim. Pak ma vonë, mas ja bona atë veprim, e kuptova që mu më ka ndryshu si personazh ai veprim. Synimi jam mrena u kon këtu, që mi provoku banorët deri në pikën e fundit, që mi nxjerr me zardhëzi. Isha qenë tipa që nuk përmbahen shumë lojë, nuk kanë durim, edhe dalin prej vetes. Edhe u gjeta pikën e dopt, edhe ja dola. O kon shumë i vështirë me ditë njerëz të vërtet, kush më dën mrena, kush nuk më dën. Atëherë e vendosa me bo një lojë, që kon ajo loja dollapit. Aty ka qëndru veç Egli edhe Rozana afër meje, kanë kajt për mu, nuk kanë pas shqip që unë me dalë prej shtëpisë, edhe aty e kuptova që janë një dy persona që e kanë një energji me mu, më dojnë me pas shpër mrena. Këtë veprime në konë që unë mi testu njerëz që janë në të vërtetë. Momentet që nuk kom i haru kur këto Big Brother, momentin me Eglin, që u kon një gjendje jo e mirë, edhe momenti i fundit u kon që ka pas preke fizike për një banori me kretat fuqi. Nuk ka ndodhur kush më përpara më bo. Jam një shumë rënë, edhe jam një njeri pa vlerë në ato momente. Edhe më do ke vetja që jam dyqysh si për tokë, po jo në fakt kretë të sene që ka ndodhur, vish më kam bo më të fortë. Kur bisha me flajt natën, mena isha për do sene që më kanë metë më kry, normal që mi kanë thonë tjerë banor, që ti s'ki shkollë, shka mësa me lexu, tani hajde fëll me mu, ti rrugave, ti e bjëndin, ndra stil, që është veshje. Edhe normal që më prekshin pak, sa thesha, pse u kam thonë. Jam përpjek të në kohën thjesht me kon vetja. Qashtu qysh jam me të mira, me të këqija, që këtë besartë. Edhe nëse diçka më kish met prej kësaj eksperiencë që kom kalu, kisha dash me kon besartë Kelmendi, një njeri thjesht, po i vërtet, prej konve dhe në kry. Për këtë senëve që e maj men këtu, nuk e kisha hek për mene takimin me motrën, vllaun, babin, momin, me familjen tanë komplet, që ma ka dhonë një emocion që kur se kom përjetu. Mas këtë atyre përqafimeve që mi dhenë familja em, e kuptova edhe ma kujtun që për çka jam këtu edhe për çka po luftoj.
Për çka jam falendërues Big Brotherit, më dhanë një mundësi me kallëzu veten përballë krejtëve, jo veç si gjest, por edhe si artist. Unë nuk e di çka ka mendohu tash e mas, po veç një sajnë e di që nuk ka mënal kur të knu dhe të jep në ndjenja në kong krejtëve atyne që e më përkrajnë edhe më japin dashni. Unë këtë Big Brother kom luftu me krejt, po edhe me vetën tem, me shpirtin tem, me ndjenjat e mia, me menën tem, e ndjej që jam rrit ma shumë, jam pjekur ma shumë, kom fitu argumente ma shumë, edhe di mi thonë faleminderit shumë Big Brother Albania që ma ka qenë ideja.